Përshëndetje dhe mirë se ardhët në edicionin e lajmeve 21 drejt për drejt në emisionin informativ dhe magazinën ditore. Do të sjellim lajmet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, priti sot në takim të ngarkuar në punë ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Ana Pratipati, me të cilën diskutuan zhvillimet e fundit në vend. Situata e sigurisë në Kosovë dhe rajon si dhe ecuria, formimit të institucioneve të reja ishin temat që u diskutuan sipas njoftimit të presidencës. Gjithashtu, gjatë takimit u trajtuan edhe një sër çështjesh të tjera që lidhen me marrëdhëniet bilaterale ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës me theks të veçantë në fusha me interes të përbashkët, në veçanti fushën e mbrojtjes si dhe mundësitë për thellimin e bashkëpunimit në të ardhmen, thuhet në njoftim. Lidhja Demokratike e Kosovës ka bërë kallëzim penal në prokurorinë speciale ndaj kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe disa ministrave në detyrë, të cilët janë betuar si deputet të kuvendit. Sipas LDK-s, kallëzimi penal ka të bëjë me dyshimet për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Ndjekim deklaratën e shefes së grupit parlamentar të LDK-s, Hykmete Bajrami. Kemi dorëzuar 17 kallëzime penale kundër ish kryeministrit, në fakt, zotit Albin Kurti dhe ish ministrave të kabinetit të tij, duke përfshirë këtu edhe një ish zavendësministre, të gjithë këta të zgjedhur deputet dhe të certifikuar sipas rezultatit zgjedhor nga Komisioni Qendror Zgjedhor me datën 27 mars. Ne konsiderojmë dhe besojmë që nga data 27 mars, këta janë në kundërshtim me nenin 26 të ligjit për qeverinë, ligj ky i hartuar dhe i miratuar nga votat e deputetëve të lëvizjes vetëvendosjen e mandatin e kaluar pikërisht në vitin 2022. Duke qenë se prej datës së certifikimit edhe sot vazhdojnë të qëndrojnë në zyrat e ministrive, duke shfrytzuar resurset, duke marrë vendime të cilat kanë pasoja financiare dhe pasoja të tjera dhe duke shfrytzuar resurset e institucioneve të Republikës së Kosovës, këta deputet kanë konsumuar vepër penale e sankcionuar kjo në nenin 414 të kodit të procedurës penale. Andaj edhe kemi dorëzuar këto kallëzime penale. A merr një pjesë në një takim thirrur nga presidentja konsultativ, siç e kërkoi PDK-ja atje? Ne e kemi vendosur këtë propozim në tavolinë, natyrisht që jemi të hapur, që të jemi prezent në takime të tilla për të nxjerrur vendin nga gërçi institucional i cili do të jetë. Tani më lejoni t'ju them që krejt varet se për çfarë ftohet takimi dhe çfarë qëllimi do të ketë, nuk mund të jap përgjigje në pyetje hipotetike, po ka qenë propozimi ynë që të gjitha partitë parlamentare të mblidhen dikun për t'i dhënë zgjidhje ngërçit politik. Nuk e kemi bërë për protagonizëm, sepse t'ju them të drejtën nuk na ka taku edhe si partia e tretë, kemi bërë thjesht për shkak të përgjegjësisë që marrim. Deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Mefail Bajqinovci ka akuzuar LDK-n për bllokimin e konstituimit të kuvendit. Në një intervistë për Radio Televizionin 21 ai tha se refuzimi i LDK-s për të bashkëqeverisur me vetëvendosjen tregon se ky subjekt nuk po mund të shkëputet nga bashkëpunimi me PDK-n. Bajqinovci theksoi gjithashtu se Lëvizja Vetëvendosje nuk preferon një koalicion të gjerë. Së pari, kryeministri Kurti është drejtuar Lidhjes Demokratike të Kosovës për zhbllokimin e institucioneve dhe për fillimin e negociatave për një bashkëpunim me Lidhjen Demokratike të Kosovës, por kjo është refuzuar. Edhe faktikisht LDK-ja po refuzon konstituimin e kuvendit dhe në fund po e refuzon edhe koalicionin qeverisës me Lëvizjen Vetëvendosje, e që në fakt po i refuzon edhe votuesit e vet, sepse kërkesa edhe e votuesve të Lidhjes Demokratike është që të kemi një koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje. Tash kjo nuk ka si të lexohet ndryshe pas refuzim, sepse LDK-ja, pra paria LDK-s nuk po mund të dalë nga bashkëpunimi me PDK-n. Jo keni pasur edhe në dokument, në letër shkruan se duhet bëhet një qeveri tranzitore ku duhet të jemi të gjithë. Ne e dim adresën e PDK-s. Ne po të dëshironim, ne do të shkonim te PDK-ja. Por ne nuk po dëshirojmë të kemi koalicion të gjerë, por po dëshirojmë të kemi koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Por ata asesi të dalin nga
ajo dashuria e parë që quhet Partia Demokratike e Kosovës për 20 vjetet e fundit që kanë qenë bashkë. Andaj unë mendoj që kjo është e dëmshme se çka LDK-ja ka bërë tash dhe unë mendoj që ky ngërç është për fajin e Ligjet Demokratike të Kosovës e që do të mund të kryhej për një periudhë shumë të shpejtë në bashkëpunim me lëvizjen vetëvendosje. Ai ka lënë të hapur edhe një takim me edhe vetëvendosjen e ka përfshirë kur ka thënë që të gjitha partitë shqiptare, do thotë do të i përgjigjen një konsulte për këto propozim? Ne jemi fitues të zgjedhjeve, nuk ka nevojë të kemi qeveri tranzitore. I kemi rreth 50 deputet dhe pas kësaj ne kemi kërkuar që ta kemi koalicionin qeverisës me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Nuk ka nevojë të kemi ne takim me gjitha partitë politike. Pasi që neve na kanë mandatu populli që ne ta udhëheqim qeverinë e Kosovës, ta udhëheqim edhe Kuvendin e Republikës së Kosovës në koalicion në këtë rast me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Por fatkeqësisht LDK-ja prap nuk po mundet me dal prej koalicionit të cilën e ka pas me vitet të tëra me Partinë Demokratike. A mbetet alternativë ndonjë subjekt tjetër që të dërgoni ftesë për koalicion, po LDK-ja në nismën keni pas negociata që s'kan rezultuar pozitive? Unë nuk e di, por e di një gjë që ne kemi deklaruar edhe publikisht që ne me PDK nuk futemi në koalicion. Këtë po e themi edhe tash, e kemi thënë edhe më herët. LDK-ja tash po tenton që të tërhiqet që të thotë që ja unë do të rri në opozit, por LDK duhet me ditë një punë që populli e ka mandatu vetëm me 17% të votave. Kështu që ne edhe një herë kemi thënë me PDK nuk futemi në koalicion, por partneri yni do të ishte Lidhja Demokratike e Kosovës dhe jo një qeverisje e gjerë siç e ka shuar zoti Abdigjiku, i cili po thotë se ne duhet të jemi në qeveri të gjithë, jo të gjithë. Ne kemi pas qeveriset e përparme dhe e dim se si kanë përfunduar. Andaj ne e kemi shtrirë dorën për të pas një koalicion me LDK-n, por ajo mohua nga paria e LDK-s. Deputetja e PDK-s, Blerta Deliu, ka thënë se është i domosdoshëm një takim i thirrur nga presidentja Vjosa Osmani me partitë politike për gjetjen e një zgjidhje për të dalë nga ngërçi politik. Sipas saj, blokada politike për formimin e institucioneve është bërë shumë serioze, si pasojë e qasjes bllokuese të vetëvendosjes. Individualisht LDK-s si thirrje nuk i përgjigjeni për një takim apo duhet vetëm presidentja? Në fakt, ka qenë një mbledhje gjatë e kryesisë është mbajtje dhe qëndrimi i Partisë Demokratike të Kosovës ka qenë i qartë. E para shumë e rëndësishme që situata politike, veçanërisht marrja peng e kuvendit të jetë çështje kryer, për faktin se nesër do të jetë seanca e 13 me radhë që kuvendi bën përpjekje për zhbllokuar situatën dhe krimin e institucioneve të reja, duke qenë vetëdijshme që situata është shumë serioze, po bëhen 3 muaj me datën 9 që nga mbarimi i zgjedhjeve. Ndërkohë që ende s'kemi asnjë shenjë për të tejkaluar të gjendje, ne e kemi konsideruar nevojshme që duhet të ketë një takim të ftuar nga presidentja e vendit, ku do të ftohen gjithë aktorët politik, natyrisht duke marrë për bazë edhe pozicionin e saj, si pozicionin e saj kushtetues. Kemi kërkuar që, në fakt, ka qenë propozimi për PDK-s një platformë ku presidentja do të fton aktorët politik për të bërë përpjekje që të dalim nga kjo situatë. Për më tepër, ne kemi qenë të hapur në secilin takim, natyrisht Partia Demokratike e Kosovës që nga mbarimi i zgjedhjeve ka mbajtur takime me pothuajse të gjitha partitë politike shqiptare në Kosovë dhe jemi të interesuar që t'i hapim rrugë zhbllokimit, prandaj është e nevojshme që çdo qelës që e nxjerr situatën nga ky pozicion të jetë i rëndësishëm dhe të jetë i domosdoshëm në mënyrë që ta tejkalojmë ngërçin politik 3 mujor. Besoni që mund të jetë efektive kjo qeveri gjithëpërfshirëse duke qenë edhe vetëvendosje pjesë e saj, pajtoheni me këtë për shkak që AKJ thotë se nuk pranojmë të ulemi në tërheqje ku është edhe vetëvendosje. Për PDK-n paraqet problem? Jo, ne kemi thënë ftesën, kemi kërkuar, në fakt kërkesa jonë ka qenë që presidentja të jetë ajo e cila i fton aktorët politik, natyrisht ne do ta shohim gjatë rrugës pastaj mbarbajtjen e procesit dhe se si do të jetë zgjidhja për të dalë nga situata e rëndë politike, por është e rëndësishme që secili politikan edhe secila parti politike të bëjë përpjekjet e saj për këtë ngërç, për cilin natyrisht ka një përgjegjësi, është përgjegjëse lëvizja vetëvendosje e cila për 3 muaj me radhë po e vazhdon bllokadën
e institucioneve të vendit, duke bërë shkelje të njëpasnjëshme edhe për mënyrën se si organizohen këto seanca, të cilat janë bërë të neveritshme dhe të lota për qytetarët e Republikës së Kosovës. Po një kompromis në këtë qeveri gjithëpërfshirëse për një kryeministër konsensual, për shembull të mos jetë nga PDK-ja, apo nga një subjekt tjetër? Nuk do të deklaruam, do të jemi rezervuar, sepse po e them është çështje hipotetike dhe kjo tërësisht varet nga rrjedha e zhvillimeve të cilat pritet të ndodhin në ditëve në vazhdim, por po e them Partia Demokratike e Kosovës e ka dëshmuar që është e hapur për të tejkaluar këtë blokadë të rëndësishme. Kemi demonstruar qëndrimin tonë bashkëpunues edhe atëherë kur ka qenë bukur e vështirë, por duke pas parasysh që interesi i vendit dhe interesi i Republikës së Kosovës është më i rëndësishëm për t'i dhënë fund degradimit disa vjeçar të institucioneve tona, për t'i dhënë fund izolimit të Kosovës, për t'i dhënë fund këtij partneriteti të cunguar dhe për ta zhvilluar perspektiven e Kosovës një dimension plotësisht më të hapur e më të gjerë, ne kemi demonstruar gatishmërinë tonë politike që të ulemi e të shohim se si të dalim nga një situatë e tillë. Madje, ju e dini që Partia Demokratike e Kosovës madje ka pasur edhe propozim që të ndrohet kandidatja, e cila për të disa të herë nuk merr votat e mjaftueshme brenda kuvendit të Kosovës, duke konsideruar që një emër i përveçëm nuk mund të jetë më i madh sa interesi i Republikës së Kosovës. Pra, nëse ka ndryme nesër në një skenar ndryshe, do të votonit, nëse ka një emër tjetër përveç Albulenës. Kërkesa jonë ka qenë e qartë, edhe në takimin e zotit Krasniqi me zotin Kurti, ne kemi kërkuar që të ketë ndrim të kandidatit, sepse nuk mund të ketë situata të përsëritura me epilog të njëjtë dhe me emër të njëjtë, pastaj natyrisht që gjendja do të mbetet e njëjtë, për ta tejkaluar të ngërç politik, ne kemi propozuar që të ketë një emër të ri i cili mund të vijë nga lëvizja vetëvendosje. Po për fund Lerta, cili është koalicioni më i preferuar për PDK-n? Partitë të cilat kanë qenë në opozita e mandatit kaluar, për më tepër janë partitë të cilat kanë fituar më shumë të ulse në zgjedhjet e fundit, po flas për partitë politike shqiptare. Kjo ka qenë në fakt preferenca jona që është thënë qysh nga mbarimi i zgjedhjeve dhe natyrisht mbetet, po e them prapë, të shihet se si do të shkojë, por preferencat tona kanë qenë tashmë të qarta, deklarime publike dhe nuk kemi hezituar që nga mbarimi i zgjedhjeve ta bëjmë publike qëndrimin tonë si subjekt politik lidhur me alternativa që Partia Demokratike e Kosovës i ka pa të nevojshme për t'i dhënë Kosovës një dimension të ri të zhvillimit. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumira Abdigjiku, ka thënë se zgjidhja që partia e tij ka ofruar për të dalë nga ngërçi politik përmes një qeverie tranzitore mbetet në tryezë, por shtoi se ajo ka filluar përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme lokale. Zgjidhje dham, zgjidhja jon aty mbetet, kurdo që janë të gatshëm të tjerët, shkroi Abdigjiku në Facebook. Ai theksoi se deri në arritjen e një zgjidhje përtej gjithë blokadës, që si që tha në shërben pa vizion, LDK do të merret me proceset e veta përpara. Prandaj, sot kam thirrur në takim të gjithë kryetarët e degëve të LDK-s për të nisur procesin konsultativ e përgatitor mbi zgjedhjet lokale 2025, ka shkruar ndër të tjera Abdigjiku. Qeveria në detyrë ka mirëpritur kërkesën e Parlamentit Evropian për heqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës të shprehur në rezolutën e miratuar një ditë më parë nga Parlamenti Evropian. Këshilltari i zëvendës kryeministrit në detyrë Besnik Bislimi, Krisman Kadiu, tha për televizionin Jes-të-një se masat ndaj Kosovës duhet të hiqen sa më parë pasi sipas tij ato përmbahen padrejtësisht. E mirëpresin qëndrimin e shprehur nga Parlamenti Evropian në lidhje me masat ndaj Kosovës në raportin e tyre të fundit, ku kërkohet largimi menjëhershëm i masave të Bashkimit Evropian ndaj vendit tonë. Kjo kërkesë i shtohet atyre paraprake të shumta nga vetë Parlamenti Evropian, por edhe rekomandimi të ish përfaqësues të lartë të BE-s Josep Borrell për largimin e tyre. Ritheksojmë se mbajtja në fuqi e masave ndëshkuese ndaj Kosovës mbetet e padrejtë. Ato duhet të hiqen sa më parë, gjersa o vendosen padrejtësisht dhe po vazhdojnë të mbahen padrejtësisht, tha Kadiu për Radio Televizionin 21. Grupi për studime juridike dhe politike vlerëson se raporti i Parlamentit Evropian për heqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës ka vetëm peshë simbolike dhe se vendimi është tek vendet anëtare të BE-s. Sipas ulëmtuesit Besar Gërgi, nuk mund të pritet ndonjë lëvizje e vendeve anëtare për heqjen e masave, përderisa nuk ka lobim aktiv nga institucionet e Kosovës tek vendet skeptike.
Drejtori i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Azan Ibrahimi, thotë se ndër komunat më të prekura nga masat është kryeqyteti, por jo vetëm. Parlamenti është një nga 3 institucionet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian, së bashku me Këshillin dhe me Komisionin Evropian. Në rastin konkret kur flasim për masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, ato janë propozuar nga Komisioni Evropian, mirë po vendimi është marrë me unanimitet nga Këshilli. Prandaj problemi është se në këtë rast Parlamenti vetëm mund të rekomandojë heqjen e tyre, por nuk mund të vendosë. Vendimi mbetet me vendet anëtare. Prandaj ky raport ka, le të themi, një peshë më shumë simbolike, pasi që nëse rikujtojmë edhe vetë përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian, ish përfaqësuesi zotri Josep Borrell, kishte rekomanduar heqjen e këtyre masave, por përsëri nuk është ndërmarrë hapi. Prandaj pesha kryesore përsëri mbetet me vendet anëtare. Presni që këto ketë ndonjë lëvizje së shpejti në këtë drejtim apo jo? Po për të patur lëvizje në këtë drejtim, duhet të ketë lobim nga Ministria e Jashtme, nga Qeveria dhe Presidenca në vendet anëtare individuale që po bëjnë pengesa. Tashmë ne e dim se nga disa raportime nga Brukseli se kryesisht pengesat vinë nga Hungaria, Italia dhe Franca, që bëjnë, le të themi, presion në një mënyrë apo tjetër që këto masa të jenë në fuqi, dhe në qershor do të bëhen 2 vite prej se këto masa e dëmtojnë Kosovën. Por që në qoftë se ka një seriozitet për heqjen e këtyre masave, atëherë duhet të ndërmarrë veprime, duhet të ndërmirën nga qeveria për të kontaktuar me këto vende anëtare, me kryeqytetet e tyre, me qeverit, në mënyrë që të bëhet një lobim aktiv, dhe këtë nuk mund ta kemi përderisa nuk ka një qeveri funksionale dhe nuk ka një kuvend funksional. Kur u marr vendimi për ndëshkimin e Kosovës, atëkohë mendoj se së paku mirë që e lanë emrin masa ndëshkuese dhe jo sanksione, pasi që sanksionet kanë një lloj stigmatizimi në marrëdhënie ndërkombëtare, pra një vend që është në sanksione ka një dëmtim të rëndë të reputacionit, siç është për shembull rasti i Rusisë dhe Iranit. Por se tashmë po e shohim se në fakt do të ishte më mirë që të kishte sanksione zyrtare, pasi që sanksionet mund të vënë për maksimumi 6 muaj. Dhe pas 6 muajve, vendimi për vazhdimin e sanksioneve duhet të merret me unanimitet. Pra në këtë rast, nëse në qershor të 2023-s Kosova do të vendosej në sanksion nga vendet e Këshillit, pas 6 muajve do të duhet të rishikojë dhe do të duhet që çdo vend të votonte pro për vazhdimin e tyre. Prandaj kemi kaq shumë të Bashkimit Evropian të sanksioneve ndaj Rusisë, dhe në këtë aspekt duhet theksuar se në një anë po është më mirë se nuk kemi marrë zyrtarisht sanksione, por kanë qenë masa, s'paku titulli i tyre, por se në aspektin e vazhdimësisë së tyre kjo na ka ndikuar shumë negativisht dhe padyshim se e dëmton reputacionin ndërkombëtar të Kosovës. Po, në bazë të informatave tona që kemi, shumë komuna kanë pësuar dhe do të pësojnë, sepse këto masa po shihet që njëherë për njëherë nuk janë në agent të Bashkimit Evropian që të largohen. Domethënë janë rreth 300 milionë euro të cilat kanë qenë të dedikuara për Republikën e Kosovës, ku mund të konsiderojmë që shumica absolute e atyre mjeteve do të investoheshin në komunat e Republikës Kosovës për përmirësimin e jetës së qytetarit. Kanë pas të ndërtohen disa fabrika për trajtimin e ujrave të zeza me këto mjete financiare. Gjithashtu bujqësia ka qenë planifikuar që të përkrahet nga fondet e Bashkimit Evropian. Pastaj kemi përveç fabrikave apo impiantave për trajtimin e ujrave të zeza, bujqësisë, kemi edhe shumë projekte në investime kapitale që do të ndikonin drejt për drejt në përmirësimin e jetës së qytetarit. Mirë po përveç këtyre 3 komponenteve, shumë projekte janë ndaluar edhe që kanë pas të bëjnë me ngritjen e kapaciteteve të zyrtarëve komunal, por gjithashtu edhe te rasti i menaxhimit të mbetorinave apo riciklimit të mbetorinave apo në përgjithësi që kanë efekte drejt për drejt në ekonominë qarkore. Do të thonë dëmet të cilat komunat e Republikës Kosovës i kanë përjetuar gjatë këtyre 2 viteve janë me 10 miliona euro dhe po shpresojmë dhe duam të besojmë që këto masa të hiqen sa më shpejt që është e mundur. Komunat e mëdha kemi Prishtinën, në Prishtinë është planifikuar të ndërtohet impianti ujrave për trajtimin e ujrave të zeza, gjithashtu edhe në Prizren është parapar një fabrikë e tillë. Në Ferizaj ka probleme, domethënë sa i përket mosheqjes së masave, mjete financiare do të mungojnë. Këti problemi po i shtohen edhe
në disa raste marrja mjeteve nga kontratat kolektive. Sepse po kemi pak mjete nga Bashkimi Evropian, tash e dim që edhe fondet nga projektet e USAID-it janë të ndaluara, edhe nga niveli qendror po i mirën padrejtisht mjetet financiare komunave për zbatimin e kontratës kolektive, ku shumica e këtyre mjeteve po i mirën nga investimet kapitale. Do të thonë komunat janë tash para një procesi zgjedhor në nivelin lokal dhe kryetarët e komunave zotimet që i kanë dhënë gjatë fushatës parazgjedhore, ata përkundër që po mundohen, nuk do të mund t'i zbatojnë në tërësi. Do të vazhdoj me pjesën tematike për blokadën e kuvendit të Kosovës, akuzat dhe kunderakuzat e partive politike lidhur me situatën e krijuar dhe pasojat për Kosovën në rrafshin ndërkombëtar. Do të flasim tani drejt për drejt me Seb Bytyqin, njës i marrëdhënieve ndërkombëtare. Përshëndetje, zoti Bytyqi, të falenderoj shumë për gatishmërinë që të bashkë bisedoni për zhvillimet në vend. Përshëndetje, faleminderit. Nesër atëherë është përpjekja 13 për konsolidimin e kuvendit, ska lëvizje të qëndrimeve nga partitë politike dhe realisht edhe pritjet janë minimale në Kosovë për zhvillimin për zhbllokimin e fakt të ngërçit. Si po i shihni ju këto zhvillime? Mendoj se tashmë është një zvarritje e tepruar jashtë sozave të asaj që është e pranueshme apo e pritshme. Domethënë kemi të bëjmë me një afat kohor mjaft të gjatë. Dhe mendoj që është dëshmuar që nuk po ka rezultat. Domethënë çfarëdo strategjie që është përdorur deri më tash nuk ka arritur ndonjë rezultat, kështu që ndoshta ka ardhur koha që të ndryshohet strategjia. Po, dhe këto ditë e fundit kishte paksa zhvillimi, ishte kryetari vetëvendosjes Albin Kurti, i cili i dërgoi letër kryetarit të LDK-s Abdi Xhiku për bashkëqeverisje. LDK-ja e refuzoi koalicionin dhe propozoi një qeverisje gjithëpërfshirëse tranzicionale, e cila u refuzua pastaj nga vetëvendosja. Sa serioze ishin këto oferta dhe kundëroferta për bashkëqeverisje? Po, mendoj se në përgjithësi janë serioze, nuk është që janë jo serioze, por duhet kemi parasysh se gjithashtu edhe nëse do të bëjë një qeveri e koalicionit, disa prej koalicioneve nuk shiheshin si koalicione afatgjata, dhe më thonë de facto do të kishin një qeveri tranzicionale. Kështu që varësisht prej koalicioneve që arrihen, mund të jemi në një situatë me dashje apo pa dashje ku kemi një qeveri që nuk do të mund të përfundoj mandatin. Dhe ajo që duhet të kuptojmë është që në bazë të shifrave, domethënë në bazë të numrave, çfarë do qeverie që krijohet, domethënë duhet të ketë një koalicion. Pra, nuk është e mundur që të ketë një qeveri vetëm nga një parti apo koalicion para zgjedhor. Pra, kemi bëjmë me nevojën për një koalicion pas zgjedhor dhe fokusi duhet të jetë pra që të arrihet një koalicion pas zgjedhor dhe nuk në bazë të asaj që kam pa, domethënë ka një ndoshta ide që zgjedhja e kryeqësisë kuvendit është e përjashtuar nga koalicionet pas zgjedhore, mirë po numrat po dëshmojnë të kundërtën, që ka nevojë që të punohet që të arrihet një koalicion pas zgjedhor, pa marrë parasysh se çfarë koalicioni është ai. Ka nevojë që të zhbllokohet situata dhe të formohet qeveria, edhe nëse ajo qeveri nuk e përfundon mandatin, apo është qeveria pa shkurtër, nuk është fort me rëndësia, jo, me rëndësia është të mos ketë zvarritje të panevojshme, të mos humbë kohë shteti duke u marrë me vetveten kur
ka nevojë që të punohet shumë dhe që të ketë si me thonë një farë ofanzive në raportin e politikës jashtme dhe të mos humbet kohë. Dhe ju pra e shihni edhe si zgjidhje një qeveri të tranzicionit e cila do të funksiononte deri në zgjedhjet e ardhshme me një marrëveshje politike nëse situata mbetet e tillë bllokuese? Po, de facto, po të kishte për shembull një koalicion shembull për marrë me nismën apo AKN në vetëvendosjen dhe ai koalicion nuk do të mund t'i përballonte zgjedhjeve lokale, atëherë ajo do të ishte një qeveri kalimtare deri në formimin e një qeverie tjetër pas zgjedhjeve. Pra, çfarë do koalicioni që bëhet, ka gjasa që ai koalicion të mos e përfundoj mandatin, ajo qeveri e koalicionit të mos e përfundoj mandatin. Kështu që në këtë aspekt të gjitha qeverit janë qeverit të tranzicionit. Por, me qenë se zgjedhjet lokale po afrohen dhe zgjedhja e presidentit po afrohet, domethënë është e logjikshme që të kihen parasysh këto fakte kur bëhen negociatat për koalicione, dhe nëse ka interes për një qeveri më afatgjatë, atëherë mirën parasysh edhe ato faktorë. Mirë po, nëse ka interes për një qeveri, domethënë pa më parasysh koalicionit, atëherë është i logjikshëm ndoshta ky koalicioni me i vogël, me një parti më të vogël siç është Nisma, dhe pastaj ajo do të testohet ai koalicion sidomos me zgjedhjen e presidentit. Dhe gjatë atij testimi mund të kemi një rënje të qeverisë dhe zgjedhje të reja. Pra që do të ishte de facto qeveri kalimtare kjo që formohet tash. Po si do të jetë, duhet të ketë negociata apo bisedimi mes partive që të dilet nga zhbllokimi, domethënë do mos krijohet krizë institucionale pa nevojë, absolutisht pa asnjë nevojë. Po dhe derisa nuk është një klim bashkëpunuese mes partive politike, a e shihni rolin e presidentës Osmani si një ndërmjetësuese ndoshta për të thirrur partitë politike dhe për të gjetur zgjidhje në këtë kohë kur vazhdon të jetë i bllokuar kuvendi të mos konstituohet si institucion? Natyrisht se këtë rol në një mënyrë e ka luajt për presidenti Osmani dhe mund të luaj në këtë fazë, sepse është ndoshta në përputhje me rolin e saj kushtetues, por në përgjithësi edhe përveç kësaj, domethënë duhet ketë dialog ndërpartijak në mënyrë që të parandalohet pra kriza institucionale apo kushtetuese, sepse tash mund të kalojmë në një krizë kushtetuese që kemi bëjmë pra me një situatë që nuk është e qëndrueshme, nuk mund të vazhdohet deri në pafundësi me këtë situatë. Dhe pikrisht partitë politike kemi parë që kanë përmendur së fundmi edhe zgjedhjet e reja si zgjidhje, por a e ka Kosova komoditetin për të organizuar edhe një palë zgjedhje të cilat mund të prodhojnë të njëjtin rezultat? Duke pasur parasysh që do të kemi domethënë zgjedhje së shpejti, zgjedhje vendore, dhe gjatë atyre zgjedhjeve vendore mund të kemi edhe zgjedhje parlamentare të njëjtën kohë. Do shta është diçka e tepruar që ketë përsëri zgjedhje parlamentare në këtë kohë. Për këtë arsye ndoshta është më mirë se të shkohet me bisedime ndërpartijake që të arrihet një zgjidhje, të arrihet një qeveri e koalicionit, pa më parasysh se çfarë është ajo dhe të përmohen institucionet.
Dhe kjo situatë e re krijuar ka lënë Kosovën mbrapa dhe në agjendën e reformave eurointegruese. Dje Parlamenti Evropian rekomandoi heqjen e masave të BE-s ndaj Kosovës. Nuk është hera e parë që ky parlament i bën thirrje organeve vendimmarrëse të BE-s për heqjen e tyre, por a mendoni se do të merren parasysh kësaj radhe këto kërkesa të eurodeputetëve? Mendoj se ka deri dikun për disa nuanca ka një ndryshim në komision dhe komisioni besoj që do të ketë një rekomendim më të fortë për heqjen e masave në krahasim me komisionin e kaluar, por çuditërisht vendimi për heqjen e masave i është kaluar Këshillit, ku duhet unanimitet nga gjitha shtetet anëtare. Edhe pse vendimin për vendosjen e masave kishte marrë komisioni. Pra do të duhet që komisioni ta merrte vendimin për heqjen e masave të mos shkohet në këshill me votim. Por mund pritet që komisioni të bëjë një thirrje më të fuqishme për heqjen e masave. Ndërkohë, Kosova, siç duket, e humbi edhe këtë vit shansin për të antarësuar në Këshillin e Evropës, pasi që kushti i dërgimit të draftit të asociacionit në kushtetuese qëndron ende, apo jo? Kushti politik qëndron, tash e kemi një qeveri të re në Gjermani, mirë po gjasat që të ndryshoj ai kusht janë mjaft të vogla, dhe më edhe pse ndoshta në javët e ardhshme mund të qartësohet se a ka ende pritje nga Kosova, dhe më thënë nga Gjermania për një kusht të tillë. Kosova duhet të insistoj që të mos i imponohet ai kusht, se kemi një mundësi që të ketë një ndryshim, sidomos kur kihet parasysh edhe kriza që po e kalon Serbia në politikën e jashtme, atë ka një mundësi, por edhe pse gjasat nuk janë shumë të madhe që të hiqet ai kusht, po duhet të ketë një ofenzivë diplomatike nga Kosova. Zoti Bytyqi, një pyetje të fundit, Bashkimi Evropian anën tjetër po vazhdon me politikat e saj të buta ndaj Serbisë. Presidenti Vučić po qëndron në Moskë, ku do të marrë pjesë në festën e Rusisë të njohur si Dita e Fitores nesër. A do të ndryshoj politika e BE-s ndaj Serbisë pas kësaj vizite apo jo? Do të duhet që të ndryshonte, sepse kjo domethënë është e paqëndrueshme, domethënë kjo u vërtetua që është e paqëndrueshme edhe ai debakli në SBA do të duhet ta vënte zotin Vučić të kuptoj që duhet të mbështetet te BE-ja dhe veç sa po vërtetohet rëndësia më e madhe e BE-s për Serbinë, sepse Vučić nuk mund të llogarisë në mbështetjen e plot amerikane, siç ndoshta ka shpresuar, dhe gjithashtu është dihet që nuk mund të llogarisë në mbështetje ruse, sepse Rusia e përdor Serbinë për interesat veta. Mirë po, mbetet të shihet tash nga BE-ja do të ketë një ndryshim apo jo. Kjo politik deri tashme është e paqëndrueshme dhe duhet patjetër të ketë ndryshime. Zoti Bytyqi, të falenderoj shumë që ju kuadrua drejt për drejt në emisionin tonë. Faleminderit. Bisedua me njohësin e marrëdhënieve ndërkombëtare se Bytyqi, ne do të vazhdojmë tutje me materiale të tjera. Prokuroria themelore në Prizren, Departamenti Krimeve të Rënda, ka ngritur akt akuzë ndaj 7 personave për keqpërdorim të detyrës zyrtare gjatë ndërtimit të shkollës fillore Vaso Pash Shkodrani në fshatin Tërnje të Suarekës. Të pandehurit akuzohen se në periudhën mes tetorit 2018 dhe dhjetorit 2019, duke vepruar në cilësi të ndryshme si menaxher projekti, mbikëqyrës komunal i jashtëm, si dhe antar të Komisionit për kontrollimin e punimeve, kanë shkelur procedurat dhe detyrimet zyrtare, duke mundësuar përfitimet të padrejta për operatorin ekonomik të kontraktuar. Sipas akt akuzës, projekti për ndërtimin e shkollës në vlerë mbi 294.000 euro është ndryshuar në mënyrë të paligjshme, ndërsa janë pranuar punë të pakryera
si të përfunduara. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka bërë sot homazhe në varrezat të dëshmorëve në Landovic në nderim të 25 vjetorit të rënies së Ekrem Regjës, komandant Drinit. Kurti e vlerësoi Regjën si një figurë të shquar të luftës dhe të mendimit strategjik për çlirimin e vendit. Ekrem Regja, komandant Drini, ka qenë një veprimtar intelektual, një luftëtar i paepur, i cili me pushk në dorë dhe me strategji në mendje u përballë me armikun e okupatorin serb dhe sot shënojmë 25 vjetorin e vrasjes së tij, me që rast të bëm homazhe këtu te valli i tij dhe shprehëm mirënjohjen tonë të thellë tek familja e tij që e dhanë një birë kaq të vlefshëm për kombin shqiptar. Mbi 400 sportistë me nevoja të veçanta janë aktiv në Kosovë. Për ta, aktivitetet organizuara nga Olimpiada Speciale e Kosovës janë jo vetëm të domosdoshme, por edhe burim për mbushje emocionale. Këta sportistë kanë marrë pjesë në garat shumë të brenda dhe jashtë vendit. Në shumë disiplina sportive, Olimpiada Speciale e Kosovës përgatit mbi 400 sportistë me nevoja të veçanta. Këta sportistë kanë përfarsuar shkollët e tyre, por edhe vendin në gara të ndryshme. Sipas trajnerëve të kësaj organizate, çdo aktivitet sportiv është një hap më afër barazisë dhe pjesëmarrjes së plotë në shoqëri. Unë jam që 7 vite në pjesën e Olimpiadës dhe fatmirësisht Olimpiada është gjenu pothuajse në gjitha sportet. Fillimisht kena pas fillu me projektin e Federatës së futbollit, bashkëpunim me Olimpiadën Speciale, ndërkohë kena bashkëpunim tash me NOT-in, me Federatën Atletike, me Federatën e Skimit, me federatat të ndryshme sportive, me Komitetin Olimpik. Fatmirësisht çdo vite të fundit Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport e ka jap mbështetjen maksimale, gjë që kisha dashur mi falenderoj. Siç përfshin edhe vetë mbrapa nesh janë disa prej sportistat të cilët e ushtrojnë sportin e notit, ku prej tyre kemi edhe garus të cilët kanë marrë pjesë në disa gara që janë mbajtur gara ndërkombëtare në sportin e notit. Çdo aftësi ka vlerë dhe çdo sportist ka vendin e tij, vlerëson Edona Haxha, trajnere në Olimpiadën Speciale të Kosovës. Qëllimi i kësaj motos ka qenë që të ketë gjithë përfshirje më të madhe tek Olimpiada Speciale e Kosovës, por jo vetëm në Olimpiadë, por edhe në sportet e ndryshme dhe në për federata të ndryshme, pse mos kemi gjithë përfshirje të sportista me nevoja të veçanta, kur edhe këta janë pjesë e shoqërisë, kur edhe këta munden me arrit një zhvillim tyre në sportet të caktuara. Për personat me nevoja të veçanta, aktivitetet që organizon Olimpiada Speciale e Kosovës janë nevojë dhe përmbushje emocionale. Sa vjet merresh me sport? Se 10 vjet. Edhe a kënaqesh këtu? Po. Kush pëlqen më shumë? Cili sport? Loti, pitbori e asimi. Para një vitit, masive që jena të Prishtina, i kena marrë 6 medalje të cilët është majtë Ballkaniada, ku kanë marrë pjesë ekipet të Ballkanit. Pra, nëse flasi për aftësi, çdo aftësi ka mundësi të zhvillohet dhe të arrihet sukseset për të cilat punoni. Sa më shumë që punohet, as më shumë ka rezultate. Olimpiada Speciale ka një përparësi se prind nuk obligohen asnjë monedhë me jap, gjithë atë janë peri Olimpiadës bashkëpunim normal me ministrinë, se ministria i kryen këto obligime. Olimpiada Speciale e Kosovës është e përkushtuar në ofrimin e mundësive të barabarta për të gjithë sportistët me nevoja të veçanta. Përmes ekspozitës Arti pamor si rezistencë, artisti Esad Valla sjell kujtime të dhimbshme të viteve të 90-ta, kur shqiptarët u përballen me dhunë, represion dhe dëbime, duke kthyer artin në një formë qëndrese dhe dëshmie historike. Keqtrajtimi dhe torturimi i shqiptarëve në Kosovë gjatë viteve 1990 dhe 99 janë themeli i ekspozitës së artistit Esad Valla, e titulluar Arti pamor si rezistencë. Sipas vetë autorit, këto vepra janë pasqyrim i ndjenjave që ai përjetoi në kohën kur shqiptarët u përjashtuan nga institucionet publike dhe i u mohuan të drejtat themelore. Kjo puna ime viteve 90 është koha e apartheidit, por ne kemi qenë jashtë sistemit shkollor, universitar, jashtë punës të gjitha institucioneve tjera,
Pra ajo për ju mund të kenë marrë që të mirë dhe të rebelohëm në këtë temë, e cila ishte një temë tjetër për asaj që kisha përpara. Atë fakt që dëshmoj atë kohë, pikërisht sot, në këtë kohë që kemi liri në mirë me gjëra tjera, shemi unik, shemi ato, edhe pra të është përsërit kjo edhe sot, pas 20 vite, 25 vite, kjo është përgjit o përsëritet. Ngjyrat dominuese e kuqja, e zeza, e bardha dhe e kajtra përqojnë zymtësinë dhe dhimbjen e popullit të Kosovës, por edhe shpresën për një të ardhme më të mirë. Një element i përsëritur në 17 pikturat e ekspozitës është koka e demit. Po, kjo figura demit, faktikisht kjo është si fosili demit, jo këtë demi komplet, po kafka demit, për qëtë arbikun. Arbikun që e thej gjamin tim, e thej qëtësin time, e thej njërën e jetës tonë, edhe pikërisht është aja kohë që unë regjistrohet. Në këto vepra pasqyrohet koha dhe jeta e njeriut shqiptar me të gjitha vojtjet, ndryshimet dhe sfidat që ka kaluar. Ato tregojnë historinë me të gjitha kthesat dhe zhvillimet e saj, nga dhimbja tek shpresa, nga qëndresa te hutimi, nga bukuria tek shëmtia dhe nga madhështia deri tek ironia. Kuratori i ekspozitës Zeni Ballazhi tha se qëllimi i kësaj ekspozite është që brezat e rinj të njohin më mirë të kaluaren përmes artit që dëshmon periudhën e luftës, dëbimeve dhe represionit dhe të ruajnë këtë kujtesë historike. Prej mas luftës deri tani janë 25 vjet dhe gjenerata e re e Kosovës, qoftë artistëve, qoftë edhe të jo artistëve, u mundësot që të shohin apo të përjetojnë një pjesë të kësaj periudhe, për shkak që kjo periudhë mbetet në historinë e Kosovës. Nëpërmes artit pamor, ne do të shfaqim apo do të dokumentojmë një pjesë të kësaj historie që është mjaft në mënyrë profesionale e shfaqur nëpërmes këtyre tablove ose nëpërmes kësaj ekspozite. E për të gjithë ata që dëshirojnë të njihen apo të rikujtojnë krejt atë që populli i Kosovës ka përjetuar nga regjimi i fundit, por nëpërmjet artit, kjo ekspozitë është një mundësi unike që nuk duhet ta humbisni. Këto ishin gjitha materialet e përgatitura për emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.